Parietaria është një, ose karafilogeni në Shqip, është një bimë nga vetë emri quhet parietare, sepse ajo pëlqen relieve që janë si tip kodrash apo me mur guri të vjetra, ku i kullon, siç janë kalat apo muret e lashta të vjetra, siç kemi ne në Krujë apo në Berat, apo në Gjirokastër, apo kudo në për këto kalat në rrethinat e Tiranës, por gjithsesi parietare ka kudo, edhe në qendër të Tiranës, dhe aty ku punoj unë, rreth e qark. Pra ajo i gjen mënyrën për të jetuar, mjafton që të ketë një vend që nuk është kullon, nuk është që shëndron ujë, pra nuk është ultësirë. Dhe ky është poleni më i rëndësishëm pasi dimensionet e tij lejojnë që të kapërcej barierën e hundës, pra hundën ne kemi si portier apo si roje për mushkrin, ajo na mbron shumë nga jo vetëm për polenet, pa për shumë, ndryshon shumë cilësinë e ajrit që futet brenda në mushkëri, por pikërisht ky polen e kapërcen këtë pasi ka dimensione shumë të vogla dhe futet drejt për drejt në mushkëri dhe jep azën bronkiale, ku më shumë janë fëmijët që preken nga kjo, edhe moshat e rritura, por gjithsesi sapo diagnostikohet nuk është shumë problematike kur mjeku alergolog e ka diagnostikuar. Po ky është poleni më i rëndësishëm. Po ashtu edhe polenet e pranverës, pra ose sezoni i madh polenik që quhet prilli dhe maj dhe qershori, ka polene shumë të rëndësishme siç janë këto polenet e graminaceve që japin rruf në 80% rasteve, të shtima, bllokim hundësh, por japin dhe azën bronkiale. Pasi polenet janë të shumta në numër dhe në qytet, në zonat e qytetit, zonat urbane, këto polene pajisen si pasojë ndotjes, pajisen edhe me shumë cilësi agresive për të dhënë smundjen, për të dhënë alergjinë të shpejt në kohë apo të fortë, si për sa i përket klinikës apo shqetësimeve. Pra në zonat urbane bëhet më e rrezikshme. Po, ndonë se ne polenit i gjejmë më shumë në zonat ku nuk kemi pra zhvillim të industrisë, pra në zonat, po, në fshatra, në zonat malore, për polenet saktuara, në zona ku nuk ka ndotje urbane, pra nuk ka jetesë urbane, kemi polenet më shumë në numër, edhe përqendrim më të lartë, por alergjinë e kemi më të pakët. Një nga arsyet është si pasojë ndotjes. Ndotja, jo vetëm se shkatron sistemin ton të frymarrjes, pra qelizat e mukozale, të bronkeve, të aparatit respirator, i shkatron dhe i nxjerr jashtë funksionit, sidomos vetit e tyre protektive ndaj që ato kanë për qëllim për të na mbrojtur ndaj këtyre ndotësve, ndaj këtyre dëmtuesve, por bëhen edhe si transportuesi poleneve. Poleni duke pasur një peshë vogël specifike është pikërisht këto ndotës të cilët e mbartin polenin dhe transportojnë drejt për drejt në mushkëri nëpërmjet ajrit, ose bëjnë të mundur që poleni të maskohet. Edhe pasojë kushteve klimaterike maskohet për një kohë të gjatë dhe pastaj shpërthen vrullshëm brenda nëpërmjet këtyre shpërthen dhe kontakton me qelizat e bronkeve apo të epitelit mukozave të aparatit respirator dhe shfaq direkt azën bronkiale.